Kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, i ka bërë të ditur disa nga masat që komuna e Gostivarit pritet t'i zbatojë. Limani ka theksuar se shtabi i krizës është aktivizuar dhe do të ketë një numër telefoni ku qytetarët mund të drejtohen për ndihmë dhe furnizim me ujë të pijshëm. I pyetur për marrjen e përgjegjësisë për situatën e krijuar, kryetari Limani tha se nuk ndjen përgjegjësi morale dhe se simas ka pezulluar drejtoreshën e NP Komunalec dhe një pjesë të udhëheqësisë përgjegjëse për ujësjellsin. Po, është biseduar me drejtoreshën, të gjitha ato të cilat kanë rol në ndërmarrjen publike, për momentin nuk i kryejnë detyrat e tyre, sot do të dalin edhe rezultatet përfundimtare. Kështu që me këtë nuk du as të fajsohet dikush pa patur faj, por gjithsesi t'i japim rrugë që ky problem të gjene epilog. Limani njoftoi se pas publikimit të rezultateve të analizave do të nisë dezinfektimi, pastrimi dhe kontrolli i rrjetit të ujësjellësit për të siguruar sa më shpejt ujë të sigurt për qytetarët. Ai deklaroi se problemet me ujësjellësin e qytetit kanë një histori shumë vjeçare, por sipas tij kanë të bëjnë me mungesën e ujit. Ai deklaroi se një nga prioritetet që ka ndërmarrë pas marrjes së detyrës është ndërtimi i një linje të re të ujësjellësit, për të cilën po punohet.